Një spektakël i rrallë astronomik u shfaq mbrëmjen e së mërkurës edhe në qiellin e Shqipërisë me eklipsin e pjesëshëm të diellit që u vu re në orët e perëndimit. Në bregdetin e Kavajës fenomeni nisi rreth orës 19:31, ndërsa kulmi u arrit rreth orës 19:41 kur hëna mbuloi afërsisht 1/5 e diskut të diellit. Pamja ishte veçanërisht interesante për shkak të pozicionit shumë të ulët të diellit mbi horizont. Në momentin e maksimumit ai ndodhej pranë horizontit perëndimor, ndërsa pak minuta më vonë u zhduk gradualisht pas vijës së horizontit. Eklipsi i sotëm ishte total vetëm në disa zona të botës, me styre në pjesë të Islandës, Grelandës dhe Spanjës, ndërsa në Shqipëri u shfaq vetëm në formën e një eklipsi të pjesshëm. Në Kavaj deti dhe horizonti i hapur krijuan një nga pozicionet më interesante për ta ndjekur fenomenin, pasi eklipsi përkoi me perëndimin e diellit. Ndërsa hëna kaloi përpara diskut diellor, forma e diellit u duk gradualisht e ndryshuar përpara se ai të zbriste në horizont dhe fenomeni të përfundonte. Eklipsi i sotëm ishte një nga ngjarjet më të veçanta astronomike të këtij viti, duke tërhequr vëmendjen e miliona njerëzve në vende të ndryshme të botës. Për ata që ndoqën nga Shqipëria, spektakli ishte më i shkurtër dhe më pak dramatik se në zonat e totalitetit, por kombinimi i hënës përpara diellit dhe perëndimi mbi det krijoi një pamje të veçantë. Astronomët kujtojnë se vëzhgimi i diellit duhet të bëhet vetëm me syze të certifikuara për eklipse ose pajisje të posaçme me filtra diellor, pasi edhe gjatë një eklipsi të pjesshëm, shikimi i drejt për drejt mund të dëmtojë seriozisht syt.